Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Imrama shikues të emisionit pa titull, fillon pra prej orës 6 në TV Arbria. Sonte mysafir është një mysafir special për mu, posaçërisht kuptohet, për arsye se kem knu bashkë, kem pasur 2-3 këngë bashkë, kena marrë pjesë në show fest në atë kohë, një festival që andër koni shumë këngëtarëve të ri të skenës, muzikës kuptohet, për me marrë pjesë në atë festival. Unë kom pas fatin me kon pjesë atij festivalit me një këngëtar edhe një reper geti në atë kohë. Këngëtarja është Arta Bajrami. Shfrytëzoj rastin me t'u falendëru shumë që ki pranuar me të qenë pjesë e këtij emisionit. Faleminderit Dani shumë për ftesën. Besoj që kur më ke thirr, tash që nuk është jeta rastësisht me befasi, domethënë edhe s'harrohen kolegët edhe artistat edhe shoqënia e moqme. Edhe me shumë kënaqësi e faleminderit shumë edhe për ty që e ke nisë këtë emision. Paka shumë ju kallëzu gjeneratave të reja, kush ka bu muzikë në atë vakt, çka kena bu në atë kohë, ndryshimet mi bu në krahasim me kohën e sotit. Arta, çka ka të reja rreth karrierës së Arta Bajramit? Të reja, unë mundona gjithmonë me punu ka pak, domethënë kam qef me të aktive, muzikën nuk e kom lënë kurr. Se ke lënë kurr? Ja, kurr. Pavarësisht se kon aktive. Po. Domethënë çfarë kuptimi se ke lënë? Se kom lënë, domethënë kurr, domethënë me zemër, me mendje, me shpirt, me trume, edhe nëse s'm kanë që po thuti momente caktuar fizikisht edhe kështu prezente, po në kurr se kom lënë. Për arsye ndryshme jam martu, jam me fëmija, ne edhe çaja ka ndiku pak, po unë apet gjithë kom qitë ka një këngë. Jam të punu albumin e 7, momentarisht po albumi 7. Unë kom punu Dani. Kinajt po s'kinajt. Po albumi 7 me Arbasin e kemi nisën ja 2 vjet në fakt, se menojnë njerëzit, në fakt jo 2 vjet po 3 po bajkan. Menojnë që albumi kryhet për 1 muj, 2 muj. Na kur si kena kryu ashtu, gjithmonë kena punu, kena bu ndryshime, diçka kena ndryshu. Ky album është këgja ma modern, R&B, ka sene, diçka. Ti përzi diçka kështu? Po, kam edhe një folk kështu stilit kohët e fundit që kom bu muzikë, po ka dhe shumë ultra modern, diçka sene, beatat ndryshëm, kam drill, kam trap, domethënë beata, kështu që... Po si nanë që ki fëmijë, edhe apo ki kohë mu marrë edhe me muzikë, me kriju këngët, me këndu, me ngjizu, apo del koha, është e vështirë? Shumë është e vështirë, po unë e kam bashortin edhe qikën e madhe Viktorian, edhe ata domethënë kur shkaj me kry punë, janë ata të shtëpia, kujdesen, edhe fëmijët nuk është që s'janë edhe shumë të menaxhueshëm. Po. Domethënë e dinë ata kur janë në shtëpi janë sigurt, e kanë hapësirën e vet, po. Edhe i kanë lodrat e veta, mashtruan krejt. Çka ju duhet, është që ju përgatit. E kuptova apo ki kohë për shembull si nan, edhe më marr me muzikë, apo të merr kohë muzikë, apo mundesh me gjetë atë kohën, po. Nuk qëra një qysh me pas kohën alo ma shumë, isha konë shumë ma shumë në shta prezente. Edhe kësha bu edhe shumë ma shumë muzikë. Edhe unë që shpa thamë, ti pesha dhe vetu në 7 album për baj. Për kondra ze, të kisha pos me kam penzo single artiste që janë, edhe në kisha bu non-stop këngë, s'sha nërë kur. Po, pak ta impanana të në. Edhe po mënona me gjithë kohë, sa në muzikën e du shumë, profesionin e tem e du shumë, unë s'moj pa muzikën me funksionu. Nështë ta ka pos momente në erë këmë thonë atë, një profesion tjetër, si diqka. Jo, në ato momente, po? Po, e normal, se të menu me thonë që nështë ata shkanor generata tjera, e nështë ta nasjena mo shumë interesant për generata tashme që janë. Po, vëlla, kër e danë muzikën, sën e lenë. Me Don Arbasin, unë është me bashkëpunu e ki vëlla, ki fillimit i kom me Don Arbasin, apo keni të lashë, jo bama që shto, jo për dukit. Shqyëzën rasi me përshëndesë. E përshëndesëm. Arbasi e dijet, a i gjithë e këm pasën, do më thonë mas me u kom për të shka, pavarësisht ato fillimit e mija që këm punu me producenta atjere, kështu, kër e ka formu studien e vetë, tani mo veç me Arbasin. Gjithë, për gjitha këshill, për gjitha konsult, a e den, ka ndodhë dhe ta shkote fundit, kom punu nështë edhe me do tjerë producenta për vëgjirime viti 3 e kështë, pa e është gjithmonë konstant, aden.
Po, a i ma shumë u kyçka bitat, po pënan atje me një treg Gjerman, pak u kyqa nena, që ajo, tash pak edhe, s'po di, nështë edhe pak ju ka mërzit, pak me punu këtu me artistat këtuit, e ka gjetë vetën që ashtu ma shumë, edhe për mu të kalzova ashtu e bo albumin, shpresojna, bëjna apel me ma kry ma shpejt. Sa ma shpejt me dalë. Arta, albumi i fundit, dhe në të këtë realizimin të që e të ceki pak merët, jash kamera që i të bënu në 2 projekte paralel, njënën tjetër stil, tjetër stil. Ma sa kove jetu këthy me albume? Sa ka qena e periuda? Albumi i fundit u ka në 2015. 2015, do më 10 vjetë. A bi bin 10 vjetë? 10 vjetë. Se, kur s'm ka ndodhë kështu me pos pauz, ka të lartë albumeve. Po. Për shembull albumi krej diçka tjetër, se tash mos jam mësafer, po t'i kallzoj kohët e albumeve. Albumi krej diçka tjetër 2001. Albumi Femër Shqiptare 2005. Aty kena pos një 4 vjetë. Pauz, se kom bo singla. Po në ishe me Gensin, me Marbasin, me Bajsha Qashtë. Edhe 2005. 2007, Çokolata, dhe më thonë 2 vjetë. 2 vjetë, po. Albumi Çokolata, mandej ka qenë albumi Deluxe, 2009. Mas 2 vjetëve. Edhe 2011, Exotic. Dhe më thonë, çdo 2 vjetë këmë bo albume. Exotic. Tani, 2011, masa ne PB ka 3 vjetë, 4, 2015. Mesatarja 2 vjetë, 3 vjetë. Që të usil? 2015 albumi fundit, Victory, që e kom titullu në bos Emrin e Vajzës, veç si fitore kështu. Edhe tash jem të punu në albumin e fundit, halo Emrin se kena gjetë, se jena të menu, po kom e ka një album që ja u kom premtu publikut, në fakt, albumi e ka emrin 038. Prishtinës, a? Prishtinës. Shumë bukur. A ke problema 10 vjetëve mu rikëthy në album? A është energjia e njëjtë për ty? Shumë energjia njëjtë. A është problemi hi në skenë, ashtë sot është komplet tjetër muhabet që shka qenë për para? është tjetër, normal, publiku është tjetër. Publiku është tjetër. Edhe vetë ti për shembull si artist, edhe vetë si person pak ndryshon, normal. Edhe tash unë mi pru që ato sene që akun bone, për shembull për para se di që shja aksepton kjo publik tash. E për shata duhet me bo muzikë të kombinume, edhe për fonzat tonë, moshatar tonë. Moshës edhe gjeneratës e re. Edhe gjeneratës të re, diçka. Po ne po menoj që jena një kohë të jetuj sash që janë këthy pak të old school. Edhe në Amerikë, për shembull, kam fillu se një kohë keveq me autotune këta reperat. 2-3 fjallë, mjaftoj ke kongas. Po, ama o rikëthy tash. O rikëthy hip-hopi, faktikisht po bëhet një farë hip-hopi si Dreja, si... O rikëthy pak. Edhe po menoj që mirë është, shumë. Po për ty energjia është e njëjtë? Se po lyp tash energji pak ma shumë kjo, në krahasim me albumet tjera, puna që cekën pak më herët. One veça... Përveç, përveç që duhet mu angazhu është edhe punë në rrjetet sociale që duhet më konë shumë për me mujt me të kuptu njerëzit. Qaj është. Ja, rrjetet sociale jam, nuk jam ashtu me te pru mu bu më në tënë, ama bëj video, bëj reelsa, bëj kënoj kongët e mija, për që ata që më përcjellin. Për shembull TikTok-un shumë vonë kam aktivizu, ama shumë sukses. Në më thonë, mirë njerëzit më kanë gjetë aty, edhe më përcjellin, i shohin qa postoj kështu. Unë nuk postoj shumë për dishmëri kështu, po veç rreth muzikës ma shumë. Edhe energjia, deni është mas shumë ti për koncerte du të me pas energji, se që aty janë pak lodhjet e mdhoja, koncerte, fluturimet, aden qëto janë. Për kështu për studje hispritaj. Veç a kam vakt. Kam qef, zdi, di që studia është mdo këtë shpia e me dytë. Atë merë mali për atë kohën e vite fillimi 2000. A di qa merë mali? Merë mali vëç për qatë... Viben? Qatë viben dhe qatë ndjesinë dhe qatë shpresën që e kena pas dhe qatë shefin që e kena pas qef me bo muzikë. Se për kushtet nuk o merë mali, se kushtet... Kushtet i konë matë këshia. Kushtet i konë matë këshia, edhe di në ti vetë, kena hjek shumë. Shumë desh me pagu me orë një orë maksimumi një inqizu një kanë. Po, plus u dofke me pagu studio, ditës, dul mirë konga, s'dul konga mirë, e kryve të terminin. Kënë disponim dësh me kry. Po, edhe qaja u kanë vështërsi që i kina pasën, po apështet që jena kanë real artist, sepse, në më thonë, ju ka më pëlqy qaj në qizem, qaj që u metën, edhe në mënej që për një me qatë herën e parë që hen edhe e banë, që ajo është the best, a vëten. Po se je shku me qatë vullnetin për me kry. Me qatë vullnetin. Arë që të albumin në fundit, në 038,
kush ka me konë pjesë i këtij albumit? Nëse s'është ndaj befasi ose nëse i kim plan Arbasi i kam plan emra se janë ja dy këngë që po dojna me pasën. Një është, do më thonë, është një reper nga Gjermania. Është shqiptar, po i lindur atje. Është një talent i ri, Koso. Unë e kom bo një këngë me të para 2 vjetëve, e kemi bo një drill sen bashk. Foto thirët kënga me tekst të Enzos. Edhe shumë i mirë është ai djali. Edhe po këshyr me dëpërtuat janë tregt atjet, sa ai ma shumë, ai den me repovat gjermanisht. Shqip s'pjadan, edhe në theksin, në s'pomunët. Edhe për që ata për Kosovë ka problem, si dijet, këtu dush me performu Shqip, për me po sukses. Po, e kështu që ajo ma shumë u kyq atje, po ne ku marrë musafir edhe i ka bo do fjall pak, do Shqip do gjermanisht, ato e ka musafir edhe kështu që pritet edhe një atë dy nështë ta jam bisedime të këqyri, se do të me gjithë kush shumë për shtatët në qato kongë, përse për ndryshe krejt janë finalizume, veç me X-Master janë me i dosane më kry edhe që kja është. Arta konga fundit cilë është që e ki lansu ma të fundit? Tash, këtu faktikisht një 3-4 kongë që i kom bu me klipe, këtu jenë pjesë të albumit 038, po i kimi shu një her pak si single, po jenë pjesë të albumit 038. Është një kongë Intimidoj, me tekst të Elinilit, një është Foto me Kosën atë reperin, me tekst Enzos, muzika Don Arbas, edhe My Baby You Know është me tekst Mumës, këti Endrit Mumajisit. Okej, edhe qysh ju në prit? Edhe një e pas nas, jam aktore. Si aktore, okej. Po, mësafir e kam Gjulin, kështu që edhe ajo është me tekst Enzos, edhe ajo shumë nice është. Qëto janë, do më thonë, 4 projekte që janë konën, fresh, 3 kështu. Po të që janë pjesë e albumit 038, që janë shu kështu për me... Se kështu kanë këmbo tjera për shambull... Po, jo, me noa me spote që ju në shu, që tash pjesë e këtij albumit. Cilën pengojna, pra... Këngën edhe mandena po këthemi prapë. Në qësëse. Cilën, a u shkojna me Intimidoj? Hajde po shkojna me Intimidoj. Okej, Arda Bajrami edhe Intimidoj. Që sot i bënti, i kumbo ma moti, mund me m'fale para, jam këtë industri, as 1 milimetër, mu afru s'ka mundsi, jam për fiesta, qa bona dje, në shtebonin destra, mos tani se vësë shkoj, apet këthera, baby, jam Jamaica lady, nëse fale kjo zemër, tu t'na bo është crazy. Shpirt, e di që m'dën, unë e di, ki obsesion. Shpirt, e di që m'dën, unë e di, ki obsesion. Unë këtu po foli, veç për jetën tem, edhe me dorë s'unë e haron emnin tem. Ato që i kom kalu, e din veç shpirti jem.
që I kom kalu e din veç shpirti jem edhe me dorë në zemranin tej. Artë ngumë, Sani, intimidoj edhe puno, e ke krytur me 038 një herë, se më the që jenë 2 projekte paralele. Tjetra, çka është? Tjetra është Kong Dorsmav. Okej. Na jena shqiptare, kemi tradit muzikën popullore, edhe për, do më thonë, kom posë shumë ftesa, oferta me shku dhe Dorsma me kënu. One nuk kënej veç kongë popullore Dorsma, one I kënej kongët e mija. Do më thonë kënej edhe kongët mija. Po. Se do më thonë tash Dorsmat kanë ndryshu ka pak, konceptin, do më thonë rinia po kanë qef në fund me ngu kongë hite, qati artisti që preferojnë ata. E qartë. Edhe zakonisht po shkojnë edhe në fund po performoj me kongët e mija, po normal që kënej edhe kongët Dorsmave, ahin për ahin që kështu me valzu, jem të e bo një album, këto ditë publikohen rënë kështu, këto ditë pritet mu publiku, ma spari se kjo është ma ready, ma shpejt, edhe për shkak verës, edhe kështu që ka mu pëlqy, kom bo pak këngë artistave këngëtarëve ma, për shembull si Dani, Afrimi, Që I ke marrë I ripërpunu? Po, I kom ripërpunu, I kom gnu stilin tam kështu popullore, edhe janë shumë të mira, besoj që publiku ka mi pëlqy, shumë. Ku pe gjenë vetën më shumë? Është shumë pyetje e madhe. Unë prap mendoj që artisti, këngëtari mundet me gjetë vetën në gjithë rrymë ka pak. Sepse unë vetë si artist kom ngu shumë zhondre të ndryshme muzikës. Në kohën rini kom ngu rock, heavy metal, kom ngu hip hop, kom ngu balladat për shembull si Celinës, Mariah's, Whitney, dhe më thonën tani edhe këse viteve 90-ta që janë kona ato dance song, krejt, dhe më thonën lejle rryma. Edhe tëmës e ana shkalu muzikën popullore, një kësisht, që kena posdojit e këngëtar të ateshit, I mungu dhe ato me qef. Kështu që, për momentin, dhe më thonë, jam të një vetën saj përket performancës teme me konë aktive, ma shumë ka muzika popullore, për shembull, për shkak nejave kështu. Po, për si artist, si prezentuse, normal që është orta 038. Orta 038 aty. Do ma shumë puna tash që është puna verës, kërkohet pak ma shumë, ki kërkesa, e the pak më herët që ki kërkesa për Dorsma. Po, kam për kërkesa për Dorsma dhe shqyr zoti që shumë mirë që edhe pingandoj edhe kongët e mija, edhe kongët. Kështu që po bëhet për një atmosferë e mirë. A pritet naj promovim I albumit mas 10 vjetë diçka më konë kështu pak ma speciale në aja? Valla, A I ki mendu? Promovim, valla, qëra dishysh me të vërtet ja vlen me bu një promovim. Se është një primaj album I mirë edhe ka kongë ma shumë se 15 kongë janë. Ma shumë se 15 kongë në album? 17 janë. Dhe më thonë, këna bu pak material ma shumë se kom thonë nështë ta zbëjmë albume. Edhe nuk e di, po kom thonë se I përket albumeve. E qka të shnini me po albumin? Asi ke thonë se po, album, se une jom një si këngëtare albumeve, dhe më thonë gjithë kom pru albume. Edhe kështu që, thash, edhe foncat e kërkeshin orta një album. Se me singla nuk mund është shumë me knaqë publikun, ata dojnë ma shumë material. Edhe kështu që une, si që cika, edhe kom cek shumë intervista, une nuk jam këngëtare serike si fabrik me qitë kongë çdo një muj. Që më hargju? Po. S'moj ashtu. Edhe s'une moj unë publiku me singlat e mi që qas pak ma rroll, edhe kështu që mu ka desht me bu album. Edhe albumin e kum bu, për që ata ma shumë kena bu material, se nuk I dijet a mëj me bu mu album me as mëj, normal që kom e knu. Po albume mu a mëj me bu ajo, nuk I dijet, në shta dhe bëj, po që kë... Po njëherë edhe disysh, ja kom lanë 038 se... Krejtë më lidhën sanet me qytetin tam ku jem lindje më rritë edhe qëto e kom fillu edhe vështërësit e muzikës e ketë qefin e krejtë. A I ke menu në album e pas për shembull?
Naj këngë të vjetër që shumë bënë atë kohë, mënyra me ripërpunu naj këngë të albumit të para, ose këngë që i bo për para, për shembull, të Genzet e këta. A i keni menu për shembull me bo një remake, një thonë kushtimisht? Një remake, po. E kemi nisë me Arbasin 2-3 herë me bo diçka, kështë shumë me bo asni milimetër, diçka me mujtë me bo, në remake pak. Është pak problem se për një me janë dosane shumë vullë, që shumë aden edhe qëfar do remake i mja bo, ato kur zbonë matë mira se... Se qyre më bo për herën e parë, që është të originali. Po këqyrëm nështë për këtë sen halo, se na ma shumë jemi koncentru materialin e ri. Diçka aden, ma shumë që atë, edhe energjia po ta merë kohën që atë. Po, mundet me kanë edhe si ide që mujna me bo diçka, se halo jena në proces dhe më thonë. A i ngon këngët tua në shpe? Qika i ngon për shumë? Qika, jo, qaq shumë. Jo, qaq shumë. Se ajo ma shumë tash i ngon do që i pëlqen asoj, bile e ngon në anglisht ma shumë, edhe shqip i ngon, po jetë mjatë, si do këna interesant. Si do këna interesant, se më ka shpes atë, one i ngaj dhe të vjetra, kam qef mingu. Se këto të rejat mas i ngaj, ama ma atë vjetra kam qef mingu, i këqyri edhe tani, ko pas kohë, jo në stop, po ko pas kohë. Albumin e ri të fundit që në pregaditje, ka një inspirua, keni ma pi dikujna një background për shumë. Se the që jetu këty në atë artën që u konë arta, stilin e asaj kohës. Po, është me këtë me new vibe tash, me orkestrime, me këtë sene treja, me idea. Valajnë s'pëdi qëra, unë jem pak si artiste kush ka punu me mu, e den, sidomos Arbasi që ka punu me mu, qësh i këmë thonë, une, aj për shamu mu ka përshtat. Këmë dasht pak folk, komercial, më ka thonë okej. Edhe kote e fundit, dhe me thonë qësh e ndëgju me intimidoj, jem konë qasi tripa me boj qasi sene. Edhe unë jem inspiru me thonë drejt një kohë nga mgu shumë drill muzik të Anglisë, UK. Më ka pëlqy qaj stil. Edhe qatë shumë më pëlqeshin që ja të shako me boj qasi sene jo. Se këtu mas su bëjke qaj zhondër. Edhe i këmë bot 2 sene janë album qasem. Dhe me thonë, prej qasaj mu i me cek qaj më inspirune. Tjerat, Arbasi ndërku kështu vetë, qështë i ka ardhë, i ka bo bitat, ma ndi vijat bashkë i kemi bo. Arda, ma gjenë një këngë që për ty o konë diçka është e pavdekshme, edhe është një këngë që na gjithë mund shëbo më kur të njëjtin sa. Asni milimetër. Asni milimetër, apo? E vërtet, asni milimetër. U konë hit i ma? Po, u konë hit edhe është halo hit. Halo hit, po. Po nuk janë shën rrugën as fiesta. Fiesta ta shfillan. Po, fiesta, po. Edhe janë mandej për balladat. Balladat krejt mi dojnë. Krejt i dojnë balladat. Edhe balladat janë sen që për një me jesën edhe kur. Balladat mujnë me mbjetu ma shumë, ritmiket e kanë shumë problem, po asni milimetër për një me i ka thuj kejt. Ritmiket, unë menoj që vëq qatë sezonën e verës, po balladat janë një kohë kanë që se cilën stinë. Po e vërtet, po une po thëmë, une ceka asni milimetër se për një me kur ka dollë në 2007 edhe halo e ngojnë edhe lëshojnë për klaba mu shpesh DJ-t, mu bojnë tag, mu shpesh, në krejt, do më thonë... Qëfar gjësia një retë kalzonë? është në me thëmë qysh, edhe krejt edhe për shamu më bojnë qëlla naj kush, naj këngto, naj fondë së dikush, edhe e gjeran publikun kështë edhe ma kalzonë qysh e knojnë, edhe treja dhe, se tash edhe në TikTok u rikëthyja e si kongë, edhe shumë bojnë video me qatë kongë. Edhe kështu që për mua është shumë ndjesi e mirë që me ditë që çfarë muzike kena bo atëherë. Edhe për një me, s'ka si muzike mo. S'bot mo. Mendoj që mas vite 2010 u konë... 2010-2011 që u konë do konë fundi këti kapitullit muzikës që dhëtë me konë. Bravo, tani ka ndryshu. Ka ndryshu. Arda, shumë faleminderit që ke gjetë konave që jena në fund të emisionit, të urej sukses edhe shpresoj në promovim të albumit edhe më koni ftum me album. Faleminderit shumë Dani, pa tjetër që kime konë ndër mësafirët e mi të ftum edhe të meritum, sepse na kena bo muzik bashk për publikon edhe ceken fillim, edhe janë konë ato shpresa tona të para që kemi dalë në skenë, kemi pos emocione, edhe jemi konë të veçantë. Veçantë, ako. Qashtu. Faleminderit. Ka që kja personte, miru pafshun në emisionet e ardhshme.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.